se dje kryeministri kur të kenë kom gjetë podrom me ujë. Por beza ka gjetë një shtet me polici, me ushtri, me institucione, me shumë probleme, po. Me shtet, me ambasada, me 100 sa njohje, me autostrada. E pash një polic sëmnali të shku të shtëpia para në vikend, të shku në Qabiq, të shpekallëzoj venin se shkojnë e hetojnë ku ju në kon pikat, si më thonë se që si që me ndërysh janë. Edhe tha, që aty, nuk më nali për shpejtësi, po më nali kështu kontrol, që apo ti. Tha, mi kallëzoj mangë të majicës kësaj këmishës, tha, këqërë tha, që 6 vjetë as ne kanë ble. Që 6 vjetë. Tha, ndash besësh, ndash më. Këta tha që po rekrutohen të ri, nga Ermal. Tha, po do të familja mja u ble uniformën, se s'pjave për ma shteti, tha. Imagjinoje, po bosh polic, 600 euro as disa po kushtoj kjo uniforma. Tha, unë që të këmishe kam, tha, e laj e thoj e veshi, e laj e thoj e veshi, në të kalumen, tha, gjdo vjetën e kanë dhonë, edhe ma shpesh. Dhe më thonë, qka e ka fol, qysh të e ke pru vetën, polici me ble vetë uniformën për mu bon polic? Ishte edhe storia në veri për vendet ku janë të punu, edhe ku janë të kushtet e punës, edhe krejt kjo, po vërtet demagogjia që të punë ka, dhe populizmi. Ma ne që shu shoku kër e bone e gazetari, tha, e kena gjetë podrum, tha, u kanë nuj, tha, mos jeni të shtu edhe uj. Jo be se kanë gjetë podrum. Jo be është e pa, sa dhe shkujtan, është e pamëraqshme me thonë e kena gjetë podrum. Vërtet e pamëraqshme. Është e ullë, sepse ke gjetë një shtet të formum, para me ndo me pas u dheqë kënë vitin 2004. S'ke pas pavarësi, s'ke pas institucione, kanë qenë të huj që i kanë kontrolu shumicën bisaneve, s'ke pas problem me rrym, sepse e ke marë përsi për me ndërtu një shtet ku në pozita udhëheqëse për një kohë shumë gjatë kanë qenë sërbët. S'ke pas një telekom të shkatërum, s'ke pas fare, s'ke pas linjat fibrit, rrugë në për asë një katon, gati. Parno që atër që mi thonë atër, që që pas këm gjithë? Që intervista mas shumëti? Së zakonisht, demagogjia më boni përshtypje, po pjesa nështë mas shumë të që më boni përshtypje, kur s'diti mi përmen 3 investitor për 6 vjet